Egli Tako rikthehet në Big Brother. Zbulohet roli i saj. Ndërkohë që Big Brother VIP Albania përgatitet për edicionin e tij të 5, zbulimi i roleve në emisionin shoqërues Fan Club ka ngjallur interes. Ish banore e Big Brother, Egli Tako, pritet të jetë imazhi i ri, duke marrë rolin e prezantueses së Fan Club. Por, befasia më e madhe është bashkëpunimi i saj me Ronaldo Sharka, i cili do të jetë producent ekzekutiv. Ky bashkëpunim është i papritur, pasi Ronaldo, në të kaluarën, ishte një nga kritikët më të ashpërt e Eglit kur ajo ishte banore. Megjithatë, pas publikimit të këngës së saj jetë, mes dyshes duket se ka lindur një miqësi e re. Ky afrimitet kulmoi me propozimin e Ronaldos që Egli të moderojë një sipërmarrje televizive kaq të rëndësishme, duke provuar se gjithçka mund të ndodhë në botën e televizionit. Abonohuni në kanalin ton për lajmet më të fundit nga bota e showbizit shqiptar.